Më mungon shumë. Shumë mungon, sidomos kohëve të fundit, sepse jam mësuar gati 20 vite të jem atje me student dhe kam qenë gjithmonë i updateuar me studentët, sepse shikon se si zhvillohen, shikon rrugën e tyre për të arritur te personazhi cilën duhet ta bëjnë. Dhe tani një vjet është dashur që të pauzoj atje dhe të kyqem këtu, më mungon shumë. Më mungojnë studentët, vinë her pas here, më vizitojnë në teatr, por që edhe kjo puna e teatrit më ka dhënë një entuziazëm vërtet të mirë. Më ka ngjall pak, sepse më ka bë kurioz pak që të hulumtoj dhe ta provoj veten edhe në këtë mënyrë në punën e menaxhimit, në punën e ekipimit, domethënë të njerëzve dhe edhe kjo edhe për ta njohur më tepër teatrin, sepse ke prekur sigurisht si aktor, por tashmë e njeh edhe më tepër. Tani më drejt për drejtë, edhe pse nuk është që nuk kam qenë i kyçur më herët si aktor në po të njëjtin teatr, në vitin 2003 deri në 2007 kam qenë aty i punësuar. Mirë po, domethënë nuk është që mungon përvoja, e di procesin se si zhvillohen shfaqjet, si punohen shfaqjet, domethënë gjithë ato procese i kam kaluar, por po mungon edhe kjo studentët mungojnë. Tash nëse do të kisha mundën, tash se viti i parë ishte pak më i vështirë, do të mundohem të shkoj të shoh studentët pak më shpesh edhe në fakultet, sepse nuk e kam ndaluar, ani pse pushon vendi punës, por nuk e kam ndaluar, mund të shkoj edhe të shoh, të vizitoj studentët. Sigurisht. Por